Pse amerikanët nuk I han vezët e gjelit të detit, ndërsa shumë amerikanë u përgatitën për festën e tyre. Disa mund të pyesin pse vezët e këtyre zogjve nuk u shfaqën kur në tavolinat e festave. Vezët e gjeldetit janë pothuajse të pazakonta në dyqane dhe në pjatat e festës. Shkaktarët lidhen me biologjinë, ekonominë dhe prakticitetin, thon ekspertët. Ndryshe nga pulat të cilat prodhojnë rregullisht një vezë çdo 24 orë, gjeldeti japin vetëm 1 ose 2 vezë në javë. Gjeli I detit ka një cikël I jetë gjatë dhe duhet të arrijë rreth 7 muaj për të filluar të jap vezë. Pulave nga ana tjetër u mjafton të arrijnë rreth 5 muaj për të prodhuar vezë. Rritja e gjelit të detit është gjithashtu më e shtrenjtë, pasi ata kërkojnë më shumë ushqim dhe hapësira më të mëdha, duke rritur kostot e prodhimit. Kjo do të thotë se një vezë gjeldeti mund të kushtojë rreth $3 ose $36 për një duzinë. Disa kuzhinierë preferojnë vezën e gjeldetit për salcat sepse të verdhat e saj janë më kremoze dhe më të pasura, por kjo nuk mjafton që ato të shfaqen në menu. Historia e vezëve të gjeldetit. Gjeldetit është I lidhur me Amerikën e Veriut edhe ishin pjesë e dietës së shumë fisëve indigjene. Pulat erdhën më vonë, vetëm në shekullin e 16. Fiset indigjene prezantuan gjeldetin te kolonistët europianë në vitet 1600 dhe zogjtë të mëdhenj tegër u dukën të jashtëzakonshëm për europianët. Disa eksplorues spanjoll I morën me vete në Europë, por u përhapën shpejt thashetheme se vezët mund të lidhen me sëmundje si lepra. Në Europën mesjetare, sëmundjet shpesh konsideroheshin si ndëshkim hyjnor, ndaj ushqimet e reja nga vendet panjohura shiheshin me dyshim. Në Shtetet e Bashkuara, kolonistët I pan vezët si një luks I veçantë. Në shekullin e 18, populariteti I tyre u rritaj shumë sa gjeli I detit filloi të përdorej gjerësisht. Për shembull, në restorantet ikon të New Yorkut, vezët e gjelit të detit shërbeshin të skuqura të zjera në fritata apo dhe omleta. Por përgjatë shekullit të 20, zhvillimi I fermave industriale të pulave I bëri vezët e pulës më të përballueshme dhe më të disponueshme, kështu që vezët e gjelit të detit humbën popularitetin dhe u bën më të rralla. Vezët e gjeldetit sot vezët e gjelit të detit kërkohen kryesisht nga entuziastët e gatimit ose fermerët që përpiqen të plotësojnë kërkesën për Thanksgiving. Në tetor 2025, Federata Amerikane e Gjelave të Detit paralajmëroi për një mungesë të mundshme e gjeldeti pas infektimit të mbi 600.000 zogjve nga influenca aviare me patogjenët e lartë HPAI, që nga viti 2022 rreth 18.7 milion gjeldeti janë prekur nga kjo sëmundje dhe vetëm gjatë vitit 2025 2.2 milion janë infektuar. Departamenti Amerikan I Bujqësisë vlerëson se çmimi mesatar për një gjeldeti të ngrirë është $1.32 për pound, një rritje prej 38 centësh krahasuar me vitin 2024, duke reflektuar një rritje prej rreth 40% të çmimeve me shumicë gjatë këtij viti.